Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin e Madhërisëm, paqja qoftë mbi dërguarin e tij të fundit Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar. Kësaj radhe do të stacionohemi në surën e Saf, që është një ndër suret mjaft të spikatura, por kemi zgjedhur 2 ajete mjaft domethënëse, të cilat duhet të na shërbejnë edhe në jetën tonë të përditshme. Ku i madhreshmi Allah thot Bismillahirrahmanirrahim, ja ayyuhalladhina amanu lima ta'kuluna ma la taf'alun, kaburat maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. O ju që besuat, pse pe thoni atë që nuk e punoni? Tek Allahu është shumë e urrëtur ta thoni atë që nuk e punoni. Pra kjo është shumë e rëndësishme, këto 2 ajete të cilat janë të lidhura mes njëra tjetrën, na tregojnë, pra janë një lloj signifikativi, një lloj treguesi se Allahu i don ata që punojnë, që janë amelëgji, pra që bëjnë vepra të mira. Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya. Thot Zoti në Kur'an, me të vërtet krijesat më të dashtuna tek unë janë ata që bëjnë vepra të mira. Por Zoti ju thot besimtarëve, drejtohet ja ju helledhina amanu, pra atyre që kanë pranuar besimin. Pra jemi në periudhën pra që njerëzit kanë pranuar besimin, jemi në periudhën që quhet ndryshe periudha medinase, ku Allahu xhaleshanuhu pra ju drejtohet atyre që besojnë, që kanë pranuar pra besimin këtë rast dhe e kanë marrë këtë amanet pra mbi supet e tyre që të jenë besimtar. Por ju thot aty nëse pse pe thoni atë që nuk e veproni. Pra, ta thush diçka, thush për shembull un jam bamirës, ose un jam besimtar, ose un jam praktikues, edhe të jetë të mbetet ajo vetëm thjesht një teori, dhe mos të shihet askund në rrafshin praktik. Pra kjo do të thotë që ti po çalon si mumin dhe si besimtar. Kështu që ti si besimtar je i obliguar për qenë amanet xhi. Pra për ta marrë një amanet mbi supet e tua dhe të jesh prej atyre që fa'al, pra që veprojnë, janë veprues, janë pra që bëjnë vepra çka Allahu është i kënaqur me ta. Dhe punoni dhe Allahu dhe i dërguari i tij do t'i shohin veprat e juaja dhe gjithë besimtarët do të dëshmojnë pra për punën që ju keni bërë me sinqeritet në rrugën e të madhit të Zotit. Pra te Zoti është shumë i urrëtur ta thoni atë që nuk e punoni. Pra, një gjë që ti e thua duhet ta veprosh. Për shembull, nëse thua tjetrit të falë namazin, edhe vetë do të jesh prej atyre që fal namazin. Nëse ju thu tjerëve që ti duhet të jesh bamirës, duhet të jesh edhe vetë bamirës. Pra, secili duhet marrë përsipër amanete dhe përgjegjësi të mira. Të marrit përgjegjësi nuk do të thotë që ti në këtë rast jetu ngarku veten. Absolutisht. Jetu ardh tek ajo që Zoti ta ka lënë amanet, që është pra khalifetun fil ard. Pra Zoti të ka bërë ty përfaqësues me këmbs pra në tokë, që të hecësh dhe të veprosh. E jo të rreshtohesh edhe të qëndrosh në shoqëritë parazitare. Në ato shoqëri që nuk veprojnë asnjë gjë. Pra ka njerëz që ndoshta kanë jetuar 80 vjet, 90 vjet, 100 vjet në jetë në këtë botë, një shekull kanë jetuar, nuk kanë qenë taft ta bëjnë një bibliotekë për fshatin e tyre, një librari që t'ja u lënë fëmijëve mbrapa, brezave që vinë pas. Ose në fshatin e tyre 2 pemë si kanë miell, 2 dryj, 2 pemë ulliri që të hanë njerëzit shpesh të kështu me radhë. Ose nuk kanë mujt me lanë kur nisën në sipërfaqen, suprinën e kësaj toke, por kanë shkuar e janë harruar, edhe nuk ka meta si vepër e tyne, janë shku fat të Zoti i Madhërisëm. Pra, kanë fol shumë, e kanë premtu shumë, po nuk kanë realizu asnjë gjë. Por tash, arri zamani si ka ardhur koha e Zotit, pra, është një kohë që me të vërtet ka vështirësitë e veta. Sot janë shfaqur shumë njerëz që premtojnë shumë,
por me veprat praktike nuk i ke askon. Ose ndoshta thirrën shpesh herë në kartën e patriotizmit, janë pra hiqen si patriot të mëdhej, mirë po nuk kanë ndihmu asnjë san në vendin e vet, në kombin e vet, ose në fshatin e vet, nuk e kanë bërë, se kanë ngul dikun, si thon populli, një bashki, ose nuk e kanë mbjell dikun një pemë, mos flas me ndihmu ndonjë student, ndonjë tri, ndonjë nxënës, ndonjë shkollë me qel, ose me hap ndonjë librari, ose me bën ndonjë punë të mëshme, punë të mirë që mja pa hajnë edhe gjeneratat që vinë pas. Dhe pastaj çuditërisht pra ata që thirren me këto thirrje, pra që kanë shumë fjalë, ata pra udhëheqin, ndoshta marrin edhe pozicione të larta, kurse ata që vërtet pra janë me vepra dhe Allahu i sheh veprat e tyre, ndoshta ata nuk i njohim dhe se dim hiç. Na ka rënë rasti që shumë figura të shquara të kombit shqiptar, për shembull si Hoxha Kadri Prishtina ose figura të njohura që kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht të madh ose i merr Prizreni, nuk janë, domethënë janë lënë në fiokun ose sirtarin e harresës dhe janë kujtu figura që s'kan dhënë asnjë kontribut, qoftë adhetar apo qoftë kontribut njerëzor, arsimor, shkencor, inovativ e kështu me radhë. Pra, dhe kjo është për të çuditur se kujt po i japim pra dritë e kujt kënd pelam në hije. Por nëse ne i lam në hije këto personazhe, atëherë ne do formojmë pra personalitete të çuditshme që nuk kanë asnjë lloj shije, por edhe janë të shprasta si personalitete dhe ne nuk kemi çka motivuam për tyre sepse ata kanë vetëm fjalë dhe s'kan vepra askund. Muhamedi alayhi salatu wassalam kishte shumë vepra. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanat. Ne kemi shembullin më të mirë të dërgumin tonë Muhamedin alayhi salatu wassalam, i cili fliste për të mirë, por e shehi edhe të bën mirë. Kur ndërtu Mesxhidul Quba nuk ishte thjesht një xhami. Mesxhidul Quba ishte universitet, ishte medrese, ishte shkollë, ishte mektubat, ishte vend ku kishte librarin, ishte vend ku merreshin vendime për të mirën e njerëzimit, jo vetëm të atij komuniteti, po për mbar njerëzimin. Pra, ato institucione luajtën rol jashtëzakonisht të madh në përhapjen e librit, në përhapjen e diturisë, në përhapjen e inovacionit, shkencës, teknologjisë e kështu me radhë. Pra, dhe kur u ndërtu pra Mesxhidul Quba, mori pjesë dhe vetë Muhamedi alayhi salatu wasalam ndërtimin e atij objekti, saqë shokët i thoshin po lodhesh ja Resulullah, dhe ai thoshte unë nuk lodhem duke punuar sepse puna është ibadet, është adhurim. Pejgamberi alayhi salam ishte një punëtor, ishte një sipërmarrës i jashtëzakonshëm. Ai me bashkëshorten e tij Hatixhen punonin ditën dhe natën në fushën e sipërmarrësisë, në tregtinë e mendafshit dhe pëlhurave të ndryshme. Po ashtu Muhamedi alayhi salatu wasalam, po ashtu edhe pejgamberët e tjerë kanë qenë edhe çobana, që kanë udhëhequr turma të mëdha të blegtërisë, pra të deleve apo deve apo ka kanë qenë atë kopjeta të hershme. Pra, janë kujdesta edhe për blegtëri, edhe për bujqësi, që sot asaj dite, sot njerëzimi nuk mundet me shku përpara nëse nuk e ka si duhet blegtërinë dhe bujqësinë. Pra kanë qenë punëtorë shumë të mëdhenj, kanë qenë njerëz që kanë pas vepra, jo thjesht fjalë. Pra veprat e tyre janë sinkronizuar edhe me fjalët e tyre. Prandaj ky ajet kuranor është shumë i rëndësishëm që t'ja rikujtojmë vetes tonë, por edhe të tjerëve si besimtar, që mos ta thomë një gjë që nuk e veprojmë. Pra kur ta themi një gjë që do e bëjmë, duhet ta bëjmë. Prandaj më mirë të themi pak gjë dhe ta bëjmë atë pak gjë, se të themi shumë gjë dhe mos të bëjmë asgjë. Kjo ka shumë rëndësi të madhe në aspektin e veprimtarisë dhe fushveprimtarisë në çdo aspekt dhe pore të jetës. Ky ajet kuranor gjen vend tek industria, gjen vend tek arsimi, shkenca, gjen vend tek njerëzimi në përgjithësi.
Pra, mos të kemi premtime të shumta, fjalë të shumta, të pandalshme edhe kur shihen pra veprat nuk shihen askund, as nuk i shef askush. Prandaj, shpesh herë kur shoh në rrjetet sociale, shoh familje në nevojë ose njerëz të ndryshëm që kanë nevojë për të mbështetur, më shumë shohim komente aty poshtë, sa gjëna, zot një më mirë, po Zoti shpërbleft për ato fjalë, po ato fjalë duhet mu sinkronizu qoftë edhe me një bukë me shku mja vli asaj familje në nevojë. Që minimal janë një bukë mund të kushtoj 50 cent, 1 euro, hajde po themi. Dhe pra, jo thjesht sa gjëna, sa kështu. Pra, duhet fjalët ose komentet duhet të bëhen praktikisht. Bides praktika ka gjetur gjithmonë edhe në kohën e shokëve të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam ka gjetë vend jashtëzakonisht të madh. Ebu Bekri ishte shumë praktik. Ebu Bekri radiallahu anhu ishte shumë praktik. Shoku më i ngushtë i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam e shihje duke ndihmuar të varfrit, të ndihmuar të moshuarit, të smunit, duke u qëndruar pranë me vepra pra praktikisht. Dhe askush se dinte. I bënte ato vepra, ato punë, mirë po e dinte vetëm Zoti që është mbikëqyrësi i përhershmi Allahu te bareke ve teala. Po ashtu Umeri, po ashtu Uthmani, po ashtu Aliu radiallahu anhu, gjithë ta burra fisnik me cilësi fisnike dhe vepra fisnike praktikisht vepronin në terren dhe bënin punë që Allahu është i kënaqur me ta. Prandaj Zoti ju dha sukses në këtë dunja dhe pa dyshim në xhenet do të jenë prijatarët e xhenetit, pra do të jenë ata që do hyjnë edhe do na përfaqësojnë pra në xhenetet e bukura që edhe ne lutim Allahun me emrat e tij më të bukur të na mundsoj Allahu i madhërisëm që të jemi edhe ne prej banorëve të xhenetit, që me vepra të mira të vazhdueshme dhe të pandalshme ta fitojmë pra kënaqësinë e të madhe të Zotit. Ky është mesazhi ynë. Zoti ju shpërbleft edhe një herë. Selam aleikum.